qendër, vitin e fundit ka pasur një zhvillim më të madh fal organizatës UNICEF dhe të gjitha aktivitetet që ne kemi bërë kanë qenë më fitimpruese për ne. Për sa i përket impaktit që qendra ka pasur tek unë, mund të them se jam më me vetbesim, mund të flas më lirshëm në publik dhe gjithashtu aktivitetet që kemi bërë për mikun e librit, leadershipin apo dhe këshillimet e karrierës kanë qenë disa aktivitete që na kanë ndihmuar që të bëjmë hapat dhe zgjedhjet e duhura në të ardhmen. Ky projekt ka treguar shumë qartë se ndryshimi i qëndrueshëm ndodh gjithmonë atëherë kur bashkitë dhe organizatat e shoqërisë civile punojnë si partner të vërtetë. Përmes bashkëpunimit ton, kemi arritur që jo vetëm të ofrojmë shërbime me më pranë njerëzve, por të bëjmë këto shërbime edhe më të aksesueshme dhe më të përshtatura për të gjitha nevojat reale që ka një komunitet. Ky ndikim është më i rëndësishëm tek fëmijët dhe familjet që sot ndihen më të mbështetur, më të dëgjuar dhe më të përfshirë. Falë mbështetjes së Bashkimit Evropian nëpërmjet programit EU for Social Care, Bashkia CERI ka arritur të përmirësojë shërbimet sociale, gjithashtu stafi është trajnuar më shumë, janë rritur kapacitetet dhe bashkëpunimi midis institucioneve është forcuar akoma më shumë. Falë kësaj mbështetje janë krijuar programe të reja mbështetëse për komunitetin dhe ne jemi gjendur në fakt më afër familjeve dhe personave në nevojë. Dhe impakti ka qenë shumë i mirë dhe kemi marrë goxha feedback dhe kjo duket nga funksionimi i qendrës çdo ditë në gjatë aktivitetit të saj. Që në fillimet e veta kur filluam ta shkruanim aplikimin, bashkë me Help dhe Bashkinë CERI, patëm një bashkëpunim shumë të ngushtë që të arrinim dhe të ndërtonim gjitha ato nevojat që ne kishim nga qytetarët deri atëherë. Çdo gjë që është shumë e vërtetë për ne, pra në terren ne e ndjem, qyteti e ka ndjer, përfituesit e kanë ndjer. Kjo ishte gjëja më e rëndësishme që mund të them.